Punësimi jashtë vendit, veçanërisht ai sezonal dhe i përkohshëm, po kthehet në një burim gjithnjë më të rëndësishëm të ardhurash për ekonominë shqiptare. Të dhënat e Eurostat tregojnë se gjatë vitit 2024 në Shqipëri u dërguan rreth 2.1 miliard euro nga transfertat personale dhe kompensimi punojësve, ku 663 milion euro, ose 31.6% e totalit ishin të ardhura nga puna e shqiptarëve jashtë vendit të transferuara zyrtarisht në AD. Këto të ardhura kanë ndjekur një trend rritës vitet e fundit duke reflektuar zgjerimin e emigrimit të përkohshëm dhe sezonal. Në 2022 transfertat personale ishin 455 milion euro, në 2023 arritën në 629 milion euro, ndërsa në 2024 rritja u ngadalsua në 5.1% duke u ngjitur në 663 milion euro. Greqia mbetet vendi kryesor nga ku shqiptarët gjenerojnë të ardhurar sezonale me 156 milion euro transferta në 2024, kryesisht nga puna në bujqësi gjatë muajve të verës dhe vjeshtës. Italia renditet e dyta me 126 milion euro, e ndjekur nga Gjermania me 69 milion euro dhe Mbretëria e Bashkuar me rreth 65 milion euro. Transfertat të konsiderueshme vijnë edhe nga Zvicra, Turqia, Irlanda, Franca, Austria, SBA, Polonia dhe Olanda, ndërsa gjeografia e punësimit sezonal është rrirë deri në vendet e Gjirit Persik. Shqiptarët e punësuar përkohësisht jashtë vendit angazhohen kryesisht në sektor që kërkojnë fuqi punëtore intensive si bujqësia, turizmi, shërbimet dhe ndërtimi, paralelisht po vihet re një rritje graduale e përfshirjes në shërbimet të teknologjisë informacionit dhe punë në distancë për kompani të huaja, një segment ende i vogël, por me potencial të lartë rritjeje.